إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, vazhdojmë me lejen e Allahut të madhëruar në leximin e haditheve në librin e kushtuar Edukatës, të cilin e ka shkruar prisi besimtarëve në hadith, Muhammed ibn Ismail al-Bukhari, Allahu e mëshiroft dhe na bashkoft në xhenet me të. Jemi në temën 106, ku thot Aleikum salam Imam al-Bukhari, bab la yaqulu ahadukum abdi. Tema, të mos thot asnjëri për jush robi im. E ka sjell Imam Bukhari këtë temë për të na treguar ndalesën që ta emërtojmë robin ose robinjen dhe t'i themi robi im ose robinja ime ose robresha ime, dhe kjo sepse ai që e thot një fjalë të tillë, edhe nëse nuk ka për qëllim, aleikum selam Allah, edhe nëse nuk ka për qëllim robrinë e vërtet, në realitet ai ka sjellje dhe edukat të keqe me Zotin e botëve, sepse Allahut i takon që t'i themi jemi robër të Allahut ose jemi robëresha të Allahut për gratë. Dhe thënia e tillë nga njeriu është një shteg që mund ta çojë njeriu në një diçka të gabuar. E para është mungesa e edukatës me Zotin e botëve. Dhe gjëja tjetër është që mund të keq kuptohet dhe personi që e dëgjon të mendoj diçka të gabuar. Dhe gjithashtu ndalesa ndaj këtyre fjalëve është mbyllje e shtegut e cila mund të çojë edhe në shirk. Dhe gjithashtu mbyllja e këtyre sjelljeve, këtyre fjalëve është një mbyllje e justifikimit për të bërë shirk. Pra, disa njerëz mund gjejnë justifikim te këto fjalë. Islami ka ardhur me tauhid dhe i ka mbrojtur kufit e tij. Dhe Islami ka ndaluar nga shirku dhe ja ka mbyllur të gjitha shtigjet që të çojnë atje. Dhe këto shtigje dhe këto rrugë mund të jenë fjalë ose mund të jenë vepra. Dhe asnjë njeriu nuk i lejohet të jetë, si i thonë, sylesh ndaj këtyre fjalëve apo veprave, me justifikimin që unë nuk e pata qëllimin e keq, por unë dua të mirën. Pra nuk i lejohet në asnjë rast të përdori një fjalë të gabuar
ose një fjalë që mund të keq kuptohet dhe të çojë në një përfytyrim të gabuar, Islami pra i ka ndaluar këto fjalë. Dhe në vazhd të këtij rregulli është edhe tema jonë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar njeriu që t'i thot atij që e ka nën pushtetin e tij, të djathtës së tij, ta emërtojë dhe t'i thot robi im ose robresha ime. Sepse të gjithë jemi robër të Allahut të madhëruar dhe nuk jemi robër në kuptimin e përgjithshëm të askujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe këtu ka sjell hadithin e Abu Hurajrës radiallahu anhu, i cili transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: la yaqul ahadukum abdi amati, kullukum abidullah, wa kullu nisaukum ima'ullah, wal yaqul ghulami jariyati wa fataya wa fatati. Thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, asnjëri prej jush mos të thot robi im apo robresha ime. Të gjithë ju jeni robër të Allahut dhe të gjithë gratë tuaja janë robresha të Allahut. Por le të thot djaloshi im apo vajza ime apo si të thuash shërbysja ime apo shërbysi im. Ose, si që thonë nga ana veriut, voci im ose voci. Pra, të gjitha këto lejohen, të cilat kanë një kuptim që mund të përdoren edhe për atë i cili është rob, por edhe për ata që janë të lirë. Për këtë arsye nuk keq kuptohet. Në këtë hadith duhet të tërheq vërejtjen për disa persona, si që thamë në fillim, që thonë fjalën e keqe, që thonë fjalën të cilën nuk e kanë bazuar në argumentet fetare, që thonë fjalën që t'jep përfytyrim të gabuar. Këto persona nuk duhet i vijë rënd, por duhet të kthehen nga këto fjalë ose nga këto vepra dhe të mos mbajnë hundën e tyre përpjet kur këshillohen, por të vëjnë përpara çdo gjëje, të vëjnë fenë e Zotit. Feja e Zotit ka më shumë rëndësi se sa egoja jon apo sedra jon. Në qoftë se ne, dhe këtu kam për qëllim personat që dalin dhe u mësojnë fenë njerëzve, sepse ata që janë të paditur, normalisht që më tepër heshtin. Ata që u drejtohen janë ata persona që flasin në fenë e Zotit dhe si gjithë të tjerët, edhe ne, edhe njerëzit që përpiqen të mësojnë fenë të tjerëve, gabojnë. Prandaj, duke qenë se jemi të gabushëm, atëherë duhet t'i japin edukat të tjerëve dhe të kthehen kur gabojnë, në mënyrë që të përhapet feja islame sa më e pastër dhe njerëzit mos kenë keq kuptime. Sa e sa njerëz që kanë neglizhuar në këto shprehje, i shikon që kanë devijuar disa me devijim të
vogël, si ta thosh në thonjza, dhe disa në devijim të madh. Po i gjithë është devijim, megjithëse devijimi është i rrezikshëm për njeriu. Prandaj duhet që fjalët e muslimanit dhe fjalët e personave të cilët i mësojnë fen njerëzve duhet jenë të kontrolluara. Çdo fjalë që është e gabuar duhet t'i bëhet e qartë njerëzve gabimi dhe kështu mësojnë të gjithë dhe kështu përmirësohen të gjithë. Nuk po themi që njeriu duhet të ndërpresi këshillimin ndaj njerëzve, sepse mund të gabojë ndonjëherë. Këtë nuk e themi, sepse njeriu kur do të veprojë mirë, mund të gabojë. Por e rëndësishme është që kur e mëson, mos ta mbajë më hundën përpjet, por të bëhet i thjesht përpara Zotit dhe përpara njerëzve dhe t'u mësojë të drejtën ashtu siç ka urdhëruar Allahu dhe ka urdhëruar i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu në këtë hadith na ndalon nga diçka. Por në momentin që na ndalon nga diçka, na orienton tek e lejuara. Pra kjo është menheq që Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna." O ju të cilët keni besuar, mos thoni ra'ina, po thoni undurna. Pra zëvendësoj një fjalë me një fjalë për shkak të sepse kjo fjalë merrte dhe të çonte në një dëm. Pra kishte kuptim të keq në disa raste dhe në momente të caktuara. Prandaj Allahu subhanahu wa taala e ndaloi përdorimin e kësaj fjale që të mos kuptohej e keqja dhe e zëvendësoi me një fjalë tjetër. Dhe në këtë hadith ne kemi menhegjin që na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në momentin që na ndalon ta përdorim këtë fjalë, na orienton tek fjala e lejuar. Pra kjo duhet jetë edhe metodika jonë ose menhexhi jonë në lidhje me njerëzit. Kur t'i ndalojmë nga një diçka që është haram, duhet t'i orientojmë tek zëvendësuesja e saj e lejuar, jo ke zëvendësuesja e saj e pa kufizuar kjo fjalë, një zëvendësues tjetër, por ke zëvendësuesja e saj e lejuar. Pa nuk mund t'i themi njerëzve që mos pini raki, po pini whisky. Jo. Ne i themi mos pini të gjitha pijet dehse, që këtu hynë edhe rakia, edhe vera, edhe whisky, edhe të gjitha, dhe pini pijet të lejuara, të cilët i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala për ne. Pra ke zëvendësuesi i lejuar. Hadithi ose tema tjetër është tema hel yaqulu sayyidi. Thot a të themi sayyidi. Sayyidi është një fjalë që ka shumë kuptime, por në kuptimet e përdorshme kene, pra do ta shpjegojmë fjalën sejid. Sejid është emri i Allahut madhëruar. Sejid këtu ka kuptimin pronari, ose padroni, ose drejtuesi i pari, pra këtë kuptim ka tek kjo. Dhe e ka sjell në formë pyetje, sepse fjala sejid, që është pronari, nuk është e lejuar e pa kufizuar, por është e lejuar me kufizimet përkatëse që do t'i themi me lejen e Allahut, Allahu na ndihmoft që të jemi sa më të qartë dhe
konciz. Ka sjell Imam Buhariu hadithin po nga Abu Huraira radiallahu anhu, i cili transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot: La yaqulanna ahadukum abdi wa amati, wa la yaqulanna al-mamluk rabbi wa rabbati, وليقل فتايا وفتاتي وسيدي وسيدتي كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të mos thot asnjëri për jush robi im dhe robinja ime, dhe të mos thot ai që është i robëruar, pra im zot apo zonja ime, por të thot djali ose djaloshi im ose vajza ime, apo të thot padroni im ose pronari im dhe pronarja ime. Të gjithë ju jeni robër të robëruar, dhe Zoti është Allahu i madhëruar. Në këtë hadith, pjesa e parë është si hadithi që lexuam, vjen ndalesa për patronin që të thotë robi im apo robrinja ime. Dhe vjen gjithashtu për të robëruarin i cili po ashtu është i përgjegjshëm. Do ta pyesë Allahu subhanahu wa taala atë dhe është i ngarkuar me përgjegjësi edhe ai. Është i ngarkuar nga Zoti me urdhrimin, me zbatimin e urdhresave dhe me ndalimin nga ndalesat. Edhe atij nuk i takon që të thotë Zoti im ose im Zot, si e quajnë, ose zonja ime. Nuk lejohet për të ta thrasi atë që e ka me këtë emër, por të përdori, njëri të përdori fjalën djalë, apo djalosh, apo vajzë, apo çun, të gjitha këto janë, apo çup, pra të gjitha këto janë të lejuara, dhe robit i urdhrohet që të përdori fjalën sejid, padron ose pronar, ose të gjithë ju, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jeni të robëruar të Allahut, dhe Zoti është Allahu azza wa jalla. Pra, në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që të përdorim të tilla fjalë për shkak se këtu personi që i dëgjon ose i përdor mund t'i përshtjellohet situata dhe siç e tham, pra ka edukat të keqe me Zotin e botëve. Është Allahu i cili i ka të gjitha krijesat në sundim, dhe është Allahu subhanahu wa taala që e ka në formën më të plot dhe i takon ky emër, pra në formën më të plot. Fjala as-Sayyid është i madhi apo i larti, i cili është i përsosur në cilësitë e tij, pra i lartë madhërishmi. Dhe ky emër është emër që i takon Allahut subhanahu wa taala. Nëse kjo fjalë thuhet e pa kufizuar, pra ti je e sejid, ti je padroni, ti je i madhi i cili ka cilësit e larta dhe të plota, nuk lejohet të përdoret për krijesën. Por nëse
përdoret e kufizuar dhe nuk ka përshtjellim, për shembull, si të thuash, ky është pronari im ose pronaria ime, ose përsendet gjithashtu, lejohet dhe kjo nuk jep përshtjellim në kuptimin e saj. Dhe këtu ka ardhur hadithi që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i drejtohet ensarve dhe i thot kumu ila sayyidikum, çohuni tek drejtuesi juaj apo i pari juaj, sepse në këtë fjali nuk kuptohet kuptimi i përgjithshëm i pakufizuar që i takon Allahut subhanahu wa taala dhe nuk ka përshtjellim. Prandaj lejohet të përdoret në këtë formë. Pra, e para kur dikush e thot në mënyrë të pakufizuar, dhe ky emër i takon Allahut madhëruar, sepse dhe krijesa ka një farë drejtimi ose ka një farë prone, pra, në lidhje me pronën. Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë një pronë që është e përshtatshme për krijesën. Prandaj, nëse përdoret dhe nuk të çon në përshtjellim të kuptimit, atëherë kjo fjalë lejohet, si në këtë hadith ku i robëruari përdor këtë fjalë dhe i drejtohet pra pronari im apo padroni im, dhe nuk përdor që ti je pronari ose ti je padroni, sepse pronari dhe padroni është Allahu i madhërueshëm. Pra, kur ka kuptim specifik lejohet dhe kur ka kuptim të përgjithshëm nuk lejohet. Siç ka ardhur ke surja Yusuf, wa alfaya sayyidaha lada al-bab, dhe që të dy ata e gjetën pra sayyidaha, pra burrin e saj tek dera, dhe është quajtur burri me këtë fjalë sejid, sepse edhe ai ka një drejtim dhe është i pari në familje ku ka dhe komand në familjen e vet. Hadithi tjetër ku vjen ndalesa, që prandaj Imam Buhariu e ka sjellë në formë pyetje, ka ardhur nga El-Mutarrif, nga babai i tij, i cili është Abdullah ibn Shikhir, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thot: Intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Nabi sallallahu انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Pra, shkova në delegacionin e Beni Amir të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ata thanë: Ente sayyiduna, ti je zotëria jon. Pra me fjalën sejid ose drejtuesi jon ose i pari jon në këtë fjalë, me fjalën sejid, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: E sejidullah, ai që sejid është Allahu i madhëruar. Qalu wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna tawlan, dhe je më i vlerësuari tek ne dhe je më fisniku, pra më i madhi në fisnikëri. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Qulu bi qawlikum, thoni me fjalën e juaj, wala yastajrimannakum ash-shaytan, dhe mos u bëni të lladhët e shejtanit. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon që kur ata ju drejtuan me këtë emërtim, dhe me qenë se ishin të ri në Islam, kishte frikë që këto fjalë që zakonisht i drejtoheshin krerëve të fisëve të tyre me këto fjalë, sejit
ose Maulana, që padroni, ose kreu, ose drejtusi, ose komandusi, I dha me kuptuar këtyre njerëzve që ati që I takon ky emërtim në mënyrë të pakufizuar është Allahu. Pra në këtë moment, kur ti friksohesh se tjetri do ta përshtjellojë situatën dhe do të kuptojë dhe do të besojë ke ty një besim të kotë, atëherë duhet t'ja rregullosh këto fjalë, siç ja rregulloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe I kujtoi që ai që ju po thoni me këtë emërtim, në kuptimin më të plotë është Allahu subhanahu wa taala. Dhe vazhduan ta lavdrojnë, I thurin lavde pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe I thanë ti je më I miri jon dhe je më I madhi në fisnikëri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha kulu bi qawlikum, thoni me fjalën e juaj, pra me fjalën e zakonshme që flasin besimtarët, që flasin njerëzit e fesë islame, dhe mos e teproni, mos kaloni në teprim, wala yajrimannakum shejtan, mos u bëni tellallët e shejtanit. Pra, prapa këtyre fjalëve, prapa këtyre lavdrimeve, këtyre lavdeve, qëndron shejtani. Ai është që e shikon gjendjen e disa personave, të cilët mundet që ta duan një person, qoftë I dërguar, siç është në këtë rast, po qoftë edhe në njeriu mirë, dhe fillojnë dhe I thurin lavde dhe I kalojnë kufit në lavdrim, derisa t'i japin atij atributet e Zotit, derisa këto cilësi t'ia japin atij, dhe në këtë rast janë duke ecur në hapat e shejtanit dhe janë duke thënë fjalët që I ka urdhëruar shejtani. Prandaj del kuptimi që janë tellall, dhe tellall është ai personi që cili përsërit fjalët e dikujt tjetër, ose ndjek hapat dhe ecën në hapat e dikujt tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Mos më thurni lavde të tepërta, ashtu siç e bën nesarat, nazaretësit, me Isain e birin e Merjemes. Walakin qulu Abdullahi wa Rasulihi. Por thoni robi Allahut dhe I dërguar I Tij. Pra, ndonjëherë lavdet e tepërta e çojnë një grup njerëzish ndaj dikujt deri në madhërim, deri të pretendojnë që ky njeri di të fshehtën për shembull, ose ky ka ndikim ke krijesat e Allahut, ose ky jep furnizim krijesave, jep jetë, jep vdekje, te ky person mbështeten, te ky person kërkojnë ndihmë kur janë në momente të vështira. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mbyllur të gjitha shtigjet, I ka mbyllur të gjitha shtigjet që e çojnë në shirk, që e çojnë njeriu në devijim. Prandaj kur pa këto lloj fjalësh, e mbylli këtë derë dhe I tha atyre e Sejidullah, megjithëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai I cili ka thënë ana Sejidu waladi Adam wala fakhr. Unë jam zotëria e bijve të Ademit, pra Sejid, ka përdorur këtë fjalë,
dhe nuk ka këtu mburje, pasi ka treguar realitetin dhe vendin që ka caktuar Allahu i madhëruar. Por disa njerëz e kanë tepruar në lavdrim dhe disa njerëz neglizhojnë. Janë dy ekstremet. Prandaj thot Allahu Azza wa Jall: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata." Dhe kështu pra ju kemi bërë juve një umet të mesëm. Dhe umeti i mesëm janë ato njerëz të cilët nuk kanë teprim në veprimet dhe në fjalët e tyre, por njëkohësisht nuk kanë neglizhencë. Dhe tek fjala që thot unë jam rob i Allahut, eliminon teprimin, sepse ai që është rob nuk adhurohet. Kurse ke fjala u rasuli dhe i dërguar i tij eliminon neglizhencën, sepse duke qenë i dërguar i Allahut, atëherë ai duhet ndjekur dhe duhet zbatuar urdhrat e tij pa përtesë. Prandaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar njerëzit që të mos ta teprojnë, siç e tepruan të krishterët ose nazaretasit me Isain, derisa e bën atë Zot me Allahun, e bën i të tretëve, Allahu na ruajt. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Leysa laka min al-amri shay." Ti nuk ke në dorë asgjë. Pa ti o Muhammed nuk ke në dorë asgjë. Është Allahu ai që vendos, është Allahu ai që urdhëron. Prandaj, duke qenë rob, nuk mundet dot ti udhëzoj njerëzit me udhëzimin e suksesit. Por udhëzimi që ka ai është udhëzimi i dijes dhe udhëzimi i orientimit. Kurse udhëzimi i suksesit është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu Azza wa Jall: "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Ti nuk udhëzon atë që do, por Allahu udhëzon atë që do. Sikur të donte, sikur të ishte kështu, atëherë do ishe udhëzuar Xhaxhai i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Talibi. Por Allahu nuk donte. Kështu që bëhet vullneti i Allahut subhanahu wa taala në qiell dhe në tokë. Thot këtu: "Qulu bi qawlikum", pra thoni fjalën e juaj, fjalën e zakonshme, fjalën normale, natyrale që keni, mos u sforconi, mos bëni gjëra të sforcuara, sepse këto janë veprime që prapa atyre është shejtani dhe ai e shfrytëzon dashurinë që mund të ketë dikush ndaj dikujt dhe e bën që ta kaloj kufirin. Dhe shejtani shikon llojet e njerëzve. Dikush ka dëshirë për punë dhe e çon atë në anën e teprimit. Dhe dikush është dembel dhe e çon në anën e neglizhencës. Prandaj të dyja këto dy anë janë ekstreme. Njeriu duhet të ruhet nga ekstremiteti dhe të jetë gjithmonë mesatar. Prandaj njerëzit mesatar janë të lavdruar në Kur'an. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Wa iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu." Ruhuni, kini kujdes nga teprimi, sepse u shkatruan ata të cilët ishin para jush për shkak të teprimit. Prandaj edhe këtu, në këto hadithe që i lexuam, na tregon dhe një herë që feja islame e ka urdhëruar tauhidin,
ta veçojmë Allahun në adhurim. Dhe i ka mbyllur kufit, i ka mbyllur ato që njeriu të devijoj, po gjithashtu ka ndaluar nga shirku dhe i ka mbyllur shtigjet ku njerëzit mund të dalin dhe të shkojnë dhe të bëjnë vepra të tilla. Prandaj njeriu kur të flasi ose kur të veprojë, duhet të jetë sa më i qartë, të mos keq kuptohet nga askush. Fjalët të jenë sa më të qarta, mos ketë edukat të keqe ndash me Zotin e madhëruar, mos ketë edukat të keqe me prindrit, mos ketë edukat të keqe me dietarët, pra duhet që fjalët të jenë siç i thon besimtarët, qulu bi qaulikum, siç i thon njerëzit e Islamit. Të mos dali dikush dhe të thot fjalë të tjera përveç fjalëve që janë përdorur në Islam, që i përdorin dietarët tonë, tek ato të qëndrojnë. Mos të bëj çuditëra dhe të dali dhe pastaj të pendohet që këto fjalë janë mungesë edukate, janë ignorancë, e tjerë. Pra shejtani e thamë gjen mënyra dhe rrugë të fshehta për ta mashtruar njeriu, por detyra jon është që të mësojmë dhe sot, elhamdulillah, pashka se shpjegimi ndoshta mund të lente për të dëshiruar pak, gjithsesi mësuam 2-3 gjëra. Dhe unë shpresoj që të gjitha këto që i mësojmë nga pak, të jenë metoda jonë në jetën tonë. Të mos themi që fjala e gabuar, të justifikohemi të themi që jo po kisha për qëllim këtë, apo kisha për qëllim atë. Qoftë edhe fëmia jot, qoftë edhe çdo person, kur thot ti po thua një fjalë të gabuar, dhe të argumentohet dhe të vjen sakt që kjo fjalë është e gabuar, duhet të tërhiqesh. Duhet të thuash fjalën e drejtë. Duhet të thuash fjalën e saktë. Dhe mos u argumento ose justifiko asnjëherë të thuash që qëllimi im ishte kështu apo qëllimi im ishte ashtu. Nuk ka rëndësi. Nëse qëllimi jo do të ishte i keq, atëherë do të shtohesh e gjunafi akoma më shumë. Por nëse mund ta kesh qëllimin e mirë, por nuk di të flasësh, duhet të mësosh të flasësh. Kjo është ajo që kuptojmë dhe mësojmë nga këto hadithe, këto 3 hadithe, të cilët i thamë. Një gjë tjetër, tek emrat e Allahut madhëruar, janë disa emra që kanë një kuptim. Për shembull, siç janë emrat Es-Semir, që është gjithë dëgjuesi, El-Basir, gjithë shikuesi, Ar-Rahman, mëshiruesi, El-Ghafur, mëkatfalësi. Janë dhe disa emra që tregojnë për shumë kuptime. Dhe nga këto emra është El-Hamid, El-Majid, El-Sejid, që kemi në këtë, El-Samad, Dhul Jalal, Dhul Ikram. Për shumë fjala El-Sejid tregon dhe në orienton të kuptimi i zotërimit, drejtimit, nënshtrimit, sundimit, në tregon për cilësitë e plota dhe për cilësitë madhështore. Në përgjithë këto kuptime të tjerë, ky emër na jep, pra emri i Allahut madhëruar, na tregon dhe ka shumë kuptime. Në këtë rast është kuptimi i sundimit, i posedimit, për shembull, kur themi në lidhje me njerëzit, pronari, pra fjala Sejid ka këtë kuptim. Prandaj është pak e vështirë që këto emra, të cilët janë në gjuhën arabe dhe kanë shumë kuptime, po do pak mundim ose pak lodhje nga ana e kërkuesit të dijes që t'ja kuptoj kuptimin me gjithë to që ne i thamë
dhe ta ketë ato përpara syve, sepse me gjithë këto kuptime që ka dhe ta përkthejmë vetëm me një ose me dy nga gjua jonë, është pak e vështirë dhe ndoshta nuk e kupton ashtu si duhet. Prandaj ta dish që kur mëson gjuhën arabe, ke mësuar shumë gjëra. Në gjuhën e çdo populli nuk mund t'i kuptosh të gjitha, por nuk mësove gjuhën arabe që është gjuha të cilën Allahu e ka zgjedhur dhe është gjuha që ka zbritur Kurani. Prandaj në kërkimin e dijes, njeriu t'i duhet devotshmëri, i duhet durim dhe nuk duhet nxitohet. Avash mundohemi që njëri tjetrit t'ia lehtësojmë dhe t'ia shpjegojmë fenë e Zotit. Këto që lexuam, përfituam disa gjëra që mase nuk i thash, është thjeshtësia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ata i drejtohen me këto lavde, tregohet i thjesht. Nga ato që përfituam nga këto hadithe është mbyllja e shtigjeve të këqija. Nga ato që përfituam është madhërimi i Allahut. Kryesorja është madhërim Allahun. Ajo është nga ajo që përfituam është të mos folim me sforco dhe me teprim. Nga ajo që përfituam është mohimi i të keqes kur ti e shikon ose e dëgjon, ta mohosh dhe ti këshillosh ata që e bëjnë të veprim. Nga ato që përfituam është mos miratimi i lavdeve kur friksohesh që personi do të bjerë në të ndaluar. Kjo ishin disa nga kuptimet që nxorëm nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu na fal nëse kemi gabuar dhe na dhënë në krah njerëz të cilët kur gabojmë na këshillojnë dhe na drejtojnë në mënyrë që të ruhet sa më e pastër feja jon. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.